jam Podgorie në mes të një pjesë ku kanë grumbulluar qepët, janë nga qepët më të mira në Shqipëri. Sa kuintali ishin këtu? Tëra kanë 6 tonë. 6 tonë qep edhe më thotë s'ka treg, s'ka ku t'i shoj. Nuk ka ku t'i shesi. Qite, 1 tonë është kalbur që tani. Edhe, po si nuk i blen, s'ka fare? Po ja për bina dhe nuk vjen ai thotë çu. Me sa janë 500 lekë ai kaj. Merri 400, jo nuk më bëj punë. Po me sa i merr? S'kan ti marrë me xhapa fare. Po në Tiranë sa i shesin këta? Tiranë 1200. 1200 Tiranë. 1200 Tiranë. E këtu s'ta marrin as me 300. 300%, 400% e kanë e rrisin çmimin e qepës. Nga Podgoria që punon fshatari, transporti deri në Tiranë. Imagjino. Ka 5 ton këtu edhe 1 ton është prishur. Gjithë to janë prodhimet e këtij viti, ë? Po. Si më osa të mira i pas ke bërë. Sa vjeç je? Sa vjeç je? Janë më 76. 76 vjeç je më. Ja këtu punon me mua. Edhe ai vjen ti marri. Faleminderit. Ti punon gjithë ditën ai s'vjen ti marri. Po, si po ja. Me gjithë fëmijë jemi ja. Djali më ka 2 fëmijë, ka me nusen me Vetëm me këto jetoni, ja? Me këto edhe Qen patate e hoxha. Patate e hoqe. Me qit më dalë shitat. E shite patate. E shita. Me zor. Me zor po e shita. Podgorie, merrini qepët se ju siguroj që nuk ka nga si treg tjetër më të mira se këto. Edhe gjuna mo merrini aq sa janë, se kur i shisni 1200 mos i merrni 300 tu se fshatarët ropaten gjithë vitin për t'i prodhuar. Nga Podgoria.